Sot do të përgatisim fasule, një gatim tradicional që besoj që të gjithë e njihni. Si fillim për këtë recetë do të na duhet një qep, një karrot, cilën unë do ta përdor në fund kur t'i bëj përvlesën, siç i themi ne nga Shqipëria mesme. Gjithashtu tek fasulet unë hedh dhe selino, sepse më duket se kur jep aromë dhe shije shumë të mirë, por është sipas dëshirës, mund edhe mos ja hidhni. Pasi kemi prerë të gjitha perimet, do të hedhim fasulen në një tenxhere. Fasula më parë është larë dhe është lënë të pushojë në ujë për rreth 1 deri në 2 orë mund ta lini. Do të hedhim perimet tek fasulet dhe më pas ujë të nxehtë derisa të mbulohen. Pasi kemi hedhur ujin, do të vendosim kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për rreth 30 deri në 40 minuta. Pas 30-40 minutash i hedhim përsëri ujë. Mund t'i hedhni ujë her pas here, mund ta shikoni dhe me sy. Do t'i hedhim kripën kur janë gjysmë të ziera. Do t'i përziejmë. Do t'i vendosim përsëri kapakun dhe do ta lejmë përsëri të ziejë për 30 minuta të tjera. Zierja e fasuleve varet në varësi të fasules, ka disa që duan më shumë dhe disa të tjera që duan më pak. Tashmë do të përgatisim përvlesën. Për përvlesën do të na duhet një qep mesatare, të cilën unë e kam ngrirë imët. Në një tigan do të hedhim vaj dhe do të skuqim qepën për disa minuta. Do t'i ulim pak zjarrin, do ta vendosim në temperaturë të ulët. Dhe ndërkohë do ndajmë veç karrotat dhe do t'i vendosim në një pjatë. Do t'i shtypim mirë me pirut derisa të bëhen pure. Në këtë mënyrë unë i përgatis shpesh dhe karrotat i shtyp në fund për të trashur më shumë lëngun. Pasi janë bërë pure, do t'i hedhim tek qepa. Do t'i përziejmë mirë bashkë me qepën për 2-3 minuta. Më pas do t'i hedhim salcë domatje. Do ta skuqim dhe salcën e domates. Pasi janë skuqur mirë, do të marrim pak nga lëngu të fasuleve dhe do ta hedhim sipër. Nëse shikoni që fasulet kanë më shumë nevojë për ujë, mund t'i hedhni më shumë ujë, siç kam vepruar edhe unë në këtë rast. Do ta përziejmë mirë. Dhe të gjithë masën do ta hedhim tek tenxherja fasuleve. Do ta përzijem përsëri.
Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lejmë të ziejë për rreth 15 minuta të tjera. Tashmë fasulet janë zier plotësisht. Nëse i doni më të holla, mund t'i hidhni më shumë ujë gjatë zierjes, por ne i preferojmë në këtë mënyrë. Është një recetë shumë e shijshme, tradicionale, me të cilën besoj se jemi rritur të gjithë. Të gjithë kanë mënyrën e tyre të përgatitjes së fasuleve. Kjo është një nga mënyrat e mia të përgatitjes. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like ose të lini një koment se si ju duket kjo video dhe pse jo të na jepni edhe ju recetën tuaj të fasuleve. Tashmë do t'i shërbejmë në pjatë. Lart mund t'i hidhni vaj ulliri dhe gjithashtu spec djegës sipas dëshirës. Kjo pra ishte receta e fasuleve. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Shumë faleminderit që më ndiqni.